është sjell me opozitën, me të njëjtën moral, me të njëjtën urrëtie, me të njëjtën armiqësi të paardhësve të tij. Natyrisht, nuk është në koha e diktaturave totalitare ku pluralizmi ndalohej me kushtetutë, por sot ky përdor çdo mjet për të shtypur pluralizmin, për të shtypur opozitën. Përveç gjau të shtrigave që bën ndaj opozitarëve, punës së tyre, bizneseve të tyre, e me radhë nuk nguron të arrestoj, të persekutoj një lloj si etrit e tij, drejtues të opozitës. Edi Rama në këto 13 vite shkatroi institucionin më themelor të demokracisë, por dhe të dignitetit, votën e lirë. Ai që dhon pushtet, duke plaçkitur votën, me lidhjet e tij të krimit, ai ka ngritur në pjedestal bandat, kartelët e drogës, vrasësit serial, me qeveritarët e tij dhe familjen e tij, ka vendosur sistemin e plaçkitjes më të pamëshirë që shqiptarët kanë njohur në tërë historinë e tij. Miq, diktatura e parë totalitare ishte më mizorja në Europë. Ata që e kanë jetuar, ose që kanë lexuar për te, kanë të qartë, ajo pushkatoi me gjyq dhe pa gjyq, si kundërshtar politik mbi 7.000 shqiptarë. Internoi mbi 40.000 tjerë dhe persekutoi mbi 100.000. Pra, në këtë aspekt ajo ishte regjimi më mizor i Europës. Diktatura e dytë e pasardhësve të tyre në kushte të reja, përzuri në 10 vite nga Shqipëria, vetëm hapësirën europiane 1.1 milion shqiptarë. Diktatura e dytë, me plaçkitjet ndaj shqiptarëve, bëri që qytetarë shqiptarë që për herë të parë në historinë e tyre ngritën kokën dhe u paguën, arritën të paguhen më mirë se kombet tjera të rajonit, të zbresin me shpejtësi në vendin e fundit për rrogat dhe pensionet.